Besimi jonë është hebraik, jo i një sjellje të një personi, jo të një kulteve të judaizmit që nuk kanë pranuar Mesian Jashuan, jo të njerëzve që vazhdojnë të kenë ndarjet e tyre, siç bën në ana tjetër e monedhës këthe nga kombet. Po sa me mira judejnë besuan dhe sa me mira për tyre dhe besuan në Mesian Jashuan dhe esnin me zell ndaj ligjit, veprat 21 ta thotë, që apostët tregon identitetin e tij që ishte bindur ndaj ligjit. Anania ishte njeri që ishte bindur ndaj ligjit, nuk mëkatonin me dashje, nuk shkenin ligjin e Atit me dashje, nuk e kishin refuzuar ligjin ata. Ishin refuzuar Mesian fillimisht nga manipulimet që mbanin peng farisejt, e kuptuan kush ishte Mesia që ishte shkruar profetizuar në ligjin dhe e mbajtën atë ligj për dishiplizimin e tyre, jo për të thënë kombeve zbato ligjin dhe do hysh masandaj në beslidhje. Do hysh në jetë duke mbajtur ligjin dhe besimin tek Ati dhe Biri i Tij. Këto janë tre struktura që janë lënë minjanë sot, me çdo lloj teologjie të rreme, demonike që të mësojnë në gjën e parë ligje shequn ato shkollat, që ti ke shkuar, disa kanë shkuar, dhe investojmë në palishmërinë, investojmë në Lutherin, në Calvin, investojmë në filozofitë gnostike, në këshillat e Laodicesë, Nicesë, Kalcedonit, në ato në perandorin romake bashkuar me fetarizmin katolik, ortodoks, apo judejnë të judaizmin sot që është e njëjta fe paqe, i ke rapinatët, i ke rapintë, aty mund Tiranë, që të ulen masandaj me pushtetarë dhe të ulen me çdo lloj idhujtarie brenda. Dhe shkojnë dhe në Romë, fuqizohen masandaj dhe drejtohen që nga lushnja tani, sepse lushnja u fuqizua, që vajtova për ty lushnja, vajtova në atë mësimin çfarë ka nevojë familja shqiptare. Por gjërat janë si janë, do fliten, sepse je ofuskuar, je i magjepsuar nga kënaqësitë, nga qefet, nga pozicionet, dhe po çon familjen tënde drejt liçenit të zjarrit. Që lutem që gruaja jote, lutem që gratë tuaja që janë pjesë e vllazërisë, të zgjohen në emër të Jashuas dhe të fortojnë ju për shpëtimin e familjes tuaja. Po e çoni masandaj në liçen e zjarrit me çdo lloj ishtar dhe fe paqe, me fe paqe, me bektasjana, me idhujtarinë, me katolike, me ortodoksë, me muslimanë, ty që ka Mesia Jeshua i Biblës? Ai.